shteti nuk disponon një PET scanner. 3 akseleratorët janë që u morën 2013 e janë të 3 jashtë funksioni, por se mafja, armikja më e egër e bluzave të bardha dhe të smurve, kjo mafje nuk i rregullon ato, sepse donë që shqiptarë të shkojnë të paguajnë tek privati. 10 ditë të fundit në spitale nuk bëhen analiza, sepse koncesioni analizave, që është fund e krye kriminal dhe korruptiv, u thot spitaleve kanë mbaruar kitet, kaq ishte kontrata. Dhe të gjithë shqiptarët atë 10 ditë duhet shkojnë tek privati. Situata në spitale është çnjerëzore, sepse të smurët në spitalet tona vdesin nga mungesa e ilaçeve për të mjekuar sëmundjet e tyre të rënda. Para 3 muajsh, pas një seri denoncimeve të një gazetari kurajoz që i bëri një shërbim shumë të madh vendit, të mungesës së tmerrshme të ilaçeve në spitalin onkologjik dhe të aparaturave të prishura, Edi Rama deklaroi se aty kryhen krime kundër njerëzimit dhe tregoi me gisht mjekët. Nuk them se mjekët aty nuk kanë përgjegjësi, por krimet kundër njerëzimit i kryen ata që vjedhin parat e caktuara për blerjen e ilaçeve të smurve me sëmundje neoplazike.